Duke pa këtë situatë krijuar në këtë takim, unë mendoj që asë unë ma nuk e kam venin me qenë këtu dhe Edhe ju përshani. Dhe thënë ju një me mbrojtë sistemin. Vetëm do në sharani obligimin ligjor. pas fjalimit të antarit të Këshillit të Profesorit, duke pa këtë situatë krijuar në këtë takim, unë mendoj që asë unë ma nuk e kam venin me qenë këtu dhe ju njoftoj që do të liroj takimin. Dhe u pa qëllimi prej fillimit që... Kryesues, unë mendoj që më e shëndetshme do të ishte pa orë mos të ftohet më asnjë takim. Përveç procedurave disiplinore 2 a 3 që i kemi, sepse këtu më nuk ka funksionim normal. Edhe ashtu jemi në fund mandatit dhe në fund mandatit kur kanë mbetur edhe 2-3 javë të punës tonë pritet gjithçka. Prandaj po ju sugjeroj që më fare mos sterni takim për pikat rregullta, përveç procedurat disiplinore për cilat bile kisha sugjeru pyetjesha online dhe fare mos vija më këto. Kështu që ju përshëndes, ju uroj punë të mirë. Edhe ju përshani. Dhe thënë ju një me mbrojtë sistemin. Këtë formë me mbrojtë sistemin. Po, vazhdoni. Veç vazhdoni formën e tillë edhe për mbrojtjen e sistemit.